Pas një drame rreth një javore, ku ndjekësit mbanin frymën dhe shpresonin dëshpërimisht se dyshja nuk i kishte ndarë rrugët, telenovela duket se ka mbërritur në episodin e fundit. Mbrëmjen e djeshme qarkulluan disa lëvizje në rrjete sociale që vetëm sa i nevritën fansat duke e çuar zhgënxhimin e tyre në një tjetër nivel. Fiks, kur situata duke e mjegullt, rreth orës 1:30 të mëngjesit, heshtjen e theu Mateo. Ai konfirmoi përfundimisht ndarjen, por ra në sy fakti që zgjodhi të mos ja përmendte fare emrin ish partneres. Pasi theksoi se marrëdhënia ka qenë gjithmonë diçka që ka dashur ta mbajë për vete, ai u shpreh hapur. E respektoj personin edhe kohën që kam kaluar me të dhe më vjen keq që po shkruaj këtë mesazh. Por nuk meritoni ta merrni si lajm nëpërmjet një story apo një like që nuk jemi më bashk, ndaj vendosa të reagoj. Rreth 35 minuta më vonë, nuk mungoi as reagimi i palës tjetër. Brikena shkroi në grupet e saj, duke u munduar të tregohej politikisht korrekte, si gjithmonë dhe ndryshe nga ai, ajo e përmendi Mateon në emër duke u dhënë fund aludimeve. Po, unë dhe Mateo nuk jemi më bashk. Dua të theksoj se nuk ka pasur asnjë mungesë respekti nga asnjëri prej nesh, ka shkruar ajo në përpjekje për të mbajtur situatën të qetë. Për t'i shpëtuar zhurmës mediatike, ajo theksoi nevojën për qetësi. Për momentin kam vendosur eve të largohem nga disa grupe, sepse më bën keq të shoh postime, komente apo diskutime rreth kësaj situate. Megjithatë, këto deklarata nuk e kanë qetësuar as pak situatën. Të dy po përbalen me një lumë kritikash në rrjetet sociale për mënyrën se si e menaxhuan gjithë këtë histori, teksa ndjekësit e zhgënjyer po i japin më në fund të drejtë Mirit, Juelës, Edisës, Verogjertit për gjithçka që kishin thënë me kohë mbi jetëgjatësinë e këtij çifti.